gjithmonë mbas një personi të suksesshëm është një grua e fortë, një grua që mbështet. Pengesa e parë ishte pandemia. Mund ta them me plot gojë që ka qenë pengesë goxha e madhe. Qendra është e licencuar dhe sot që flasim, çdo certifikat njihet brenda dhe jashtë vendit. Sepse jo një qendër me nivel kombëtar. Jam i sigurt që do ja dalësh. Nëse ja del një, mund t'ja dalësh dhe ti. Në zemër të qytetit të Durrësit, ku investimet dhe zhurmat nuk ndalen asnjëherë, gjendet një nga akademitë më të përfolura shqiptare. Një derë e vogël që çon drejt investimit më të madh, dijes, profesionit dhe suksesit. Krijuar në vitin 2020 nga Said Uleviç, një nismë që për të çdo peripecie arriti të kthehej në një jehon kombëtare. Ky është rezultati punës, besimit dhe këmbguljes nga vetë themeluesi i akademisë. Me një numër rekord studentësh dhe 10 degë të ndryshme informatike, Impact Education u kthye shpejt në akademinë favorite të personave që dëshironin të kryenin një kurs dhe gjithashtu të certifikoheshin, e thënë ndryshe të mirnin një profesion dhe drejtim në jetët e tyre. Ideja lindi shumë thjesht pasi unë isha pjesë e një qendrës kursesh këtu në Durrës, ku fillova të jepja mësim dhe pash dhe vura re diçka shumë interesante që studentët po fillonin dhe po kërkonin që të bënin kurse të tjera me mua. Dhe kjo nxiti pak atë brendësinë tonë që ne kemi si popull, që pse jo të hap diçka timen. Gjitha kursimet që kishim i investuam tek ngritja e një ambienti komod për mësimdhënie. Hapat e parë kthehemi mbrapa në 2020-ën. E kemi hapur në 1 mars të 2020-s dhe 2 studentët e parë që u bën ishte gëzim i madh për ne, sepse arritëm që të sjellim 2 studentë, por tu nisi çudia e madhe sepse pasi e hapëm si qendër, disa ditë më pas ra pandemia dhe u përballëm me mbylljen e madhe atëherë, nëse mbahet mend, dhe u detyruam që të bënim kthimin e lekëve mbrapsht për ata 2 studentët që mezi pritëm që të bëheshin. Dhe ai vit ka qenë një sfidë vërtet, punë nuk kemi pasur, vështirësi dhe psikologji e rënduar, por ishte një sakrificë që ne duruam dhe këtu duhet ta cek pak. Durimi ka qenë thelbi ose gjëja kryesore që ne kemi bërë për të arritur këtu ku jemi. Rrugtimi ka qenë si punë e shkallëve që ngjiten një nga një. Unë jam tip që mundohem që t'i ngjis një nga një shkallët, sepse shijon edhe procesin, por edhe ngre një bazë të fortë për vitet që vinë. U munduam që hap pas hapi të fusnim risi, u munduam që të jepnim cilësi dhe çdo student që është trajnuar me ne ka marrë mbrapsht mbështetje, suport. Pengesa e parë ishte pandemia, por fakti që u mbyllëm na dha kohë që ne të përgatiteshim për platformat online dhe u munduam që të adaptonim mësimdhënien edhe me platformat online në kohë rekord. Vështirësi të tjera patjetër ka pasur pjesën e licencimit, procesi i licencimit ka qenë sfidë më vete, por edhe këtë sfidë e kaluam, qendra është e licencuar dhe sot që flasim, çdo certifikat njihet brenda dhe jashtë vendit. Ngritja erdhi gradualisht, u munduam që klientët e parë që vinin, studentët e parë që vinin, të merreshin një shërbim cilësor, suport para dhe gjatë dhe mbas kursit. Dhe kjo bëri të mundur që të përhapesh fjala e mirë dhe studentët sillnin njëri tjetrin, bizneset njëri tjetrin
dhe jemi munduar që të mbajmë një çmim të përballueshëm nga studentët e Durrësit, nga studentët e gjithë Shqipërisë dhe nga vetë bizneset. Patjetër që mbështetja kryesore ka qenë bashkëshortja, sepse nëse flasim për ngritjen e një biznesi, gjithmonë mbas një personi të suksesshëm është një grua e fortë, një grua që mbështet. Dhe ka qenë sakrificë për të dy ne, sepse gjitha kursimet që kishim i hodhëm në këtë ide, që ishte ide e përbashkët, bëm durim që të dy për t'ja dalë, nuk ka qenë i lehtë procesi, por e them me plot gojen që njeriu ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për dikë që t'i thot po, mund t'ja dalim. Në vitin 2021 mora një email nga Ministria e Financave, të cilat propozoi bërjen e një trajnimi online për stafin e vet. Ishte gjë e madhe, normalisht pranuam dhe për gjatë 3 muajve trajnuam online një pjesë të mirë të stafit të Ministrisë së Financave. Gjë që u bë shumë plus edhe për ne. Pas kësajt duhet të cek diçka të rëndësishme për qytetin e Durrësit, trajnuam stafin e IT supportit të Durrësit, që po kjo ishte një pikë kyçe qoftë për ne, qoftë edhe për ata, ku morëm praktikisht disa leksione mbi ndërtimin e website-it. Më pas, bashkëpunim të frytshëm mund ta quaj pjesën e bashkëpunimit që bëjmë me Bashkinë e Korçës, u bë viti i tretë radhazi që shkoj në Korçë me bashkëpunimin e bashkisë, trajnojmë studentët, bizneset atje. Patjetër që me rritjen e famës në rrjetet sociale u bë dhe e rrugës, le të themi, dhe dalja nëpër media. E gjithë kjo gjëja ndihmoi ndoshta edhe prezencën time, por edhe qendrën që të marrim më tepër, le të themi, vëmendje. Bashkëpunimet të tjera dhe klientë kanë qenë të ndryshëm, që janë në Amerikë, që janë nëpër Europë, kam klientë që janë në Suedi, klientë janë në Gjermani, klientë që janë në Kanada dhe në Shqipëri që janë me shumicë. Le të cekim që përgjatë këtyre viteve mund kemi ndërtuar mbi 300 websajte dhe bashkëpunime për pjesën e SEO-s me biznese të ndryshme brenda Shqipërisë dhe jashtë saj. Gjithashtu, nëse do marrim një total studentësh në 5 vite, mund të themi pa frikë që janë mbi 2000 studentë. Dhe një pikë kyçe tjetër që ne duhet ta cekim është që u bë viti i tretë që po ofrojnë trajnimet për fëmijët, pra nga mosha 10 deri në 15 vjeç. Që mund kemi pasur mbi 400 fëmijë në këto 3 vite që jemi munduar që t'i japim trajnimin, por edhe edukimin e mirë që mundohemi ta mbajmë në fytyrën tonë. Qëllimi kryesor pse hapëm qendrën ishte shumë i thjeshtë, që të ndikojmë në arsim me praktikë. Pse? Çdo gjë në praktikë. Studentët të cilët vinë dhe duan të mësojnë një zanat, mund vinë dhe të mësojnë grafik dizajnin. Pra e vinë dhe bëjnë në praktikë 100% gjithë procesin. Studentët të cilët duan të mësojnë digital marketing, ndërtimin e website-eve, pjesën e SEO-s, reklamat e tjera me radhë, vinë dhe i bëjnë ato në praktikë këtu. Gjithashtu, inteligjenca artificiale, risia e fundit në praktikë jepet si trajnim, por nuk janë pas as programimet. Gjitha programimet me praktikë nga kërkesa që vjen nga studentët e japim për ta. Gjithashtu, jo vetëm këto, mundohemi që të japim për fëmijët trajnime të ndryshme, një miks i gjitha fushave që cekëm. Pra, kryesorja, informatika. E dyta, gjë që është pikë kyçe për ne, është që nuk kemi dhënë që në ditën e parë asnjë leksion me letër. Pra të gjitha leksionet janë digjitale, i regjistrojmë me video, çdo gjë bëhet në praktikë, po ashtu digitalisht. Dhe kjo është e mira e teknologjisë. Nëse po mësojmë teknologjinë, duhet të jemi pranë saj dhe të përdorim vetëm atë. Bizneset janë të shumta, pra mund të cekim kompani të cilat janë kompani logjistike, kompani në sektorin financiar, kompani të cilat janë në sektorin e shërbimeve, edukimit, kemi ndihmuar shumë universitete, shkolla që të kenë prezencën e tyre, shumë pedagog, mësues kanë bashkëpunuar me ne, bizneset vet kanë një tjetër qasje tani. Nuk sjellin stafin, por vinë vetë dhe bëjnë trajnimin për të mësuar se si të bëjnë pjesën e prezencës së tyre online. Mësojnë të ndërtojnë website-in, mësojnë gjithashtu të bëjnë marketing në rrjetet sociale, dhe kjo është një pikë plus për bizneset. Mund të cekim që janë mbi 300 bashkëpunime, dhe këto nuk e se unë janë numra fiktiv që po i them, të gjitha këto janë të verifikueshme tek website-i jonë www.eimpact.al, ku mund futeni dhe shikoni
trajnimet, shërbimet, ato që kemi bërë, review nga studentët, e bizneset e me radhë. Shumë studentë cilët kanë marrë leksionet për pjesën e marketingut digital, ndërtimit të website-it, sot që flasim kanë agjencitë e tyre, ofrojnë shërbime për bizneset, kanë ngritur, le të themi, një mini biznes të vetin me aftësitë e marra. Pse? Sepse ajo që ne bëjmë këtu është e gjitha në praktikë. Ajo që ne kemi në plan në vazhdimsi është që pse jo të ngrijmë diçka më të madhe se kjo, por qëllimi primar është i pandryshuar. Ne të ndikojmë për mirë në arsimin e Shqipërisë. Unë fokusohem tek ata që kam. Që do të thotë, unë e quaj sukses nëse dikush ja del mban, pra vjen bën një trajnim këtu dhe shikoj që ai ecën, korr sukses, hap biznes, dhe kjo është arritja më e madhe që un kam. Dhe tjetra, me fëmijët që po edukojmë, nëse këta fëmijët inspirohen nga unë, nga tipi që un kam, nga mënyra se si unë e kam ngrit biznesin, kjo është një arritje e madhe. Kur bën diçka që e ke me pasion, dëshira për të vazhduar nuk mungon. Pse jo, ndoshta në një të ardhme të shkutur të afrojmë dhe shërbimi që po bëjmë në gjuhën angleze. Kjo për shkak sepse kemi një prurje të huajve në Shqipëri, ka pasur disa mesazhe, emaile që kërkojnë trajnime në gjuhën angleze, kështu që ndoshta kjo do jetë risia që ne mund të ofrojmë. Mesazhi është i qartë, i thjeshtë, i kapshëm për secilin që po dëgjon dhe erdhi deri këtu, që nëse ke një dëshirë, një pasion dhe punon fort për të, po jo pak, disa kohë, patjetër që ja del. Nuk ka rëndësi vendi ku jeton, vështirësitë që janë, por nëse ti ke të qartë në mendjen tënde diçka për të bërë dhe punon fort për atë, pa dëgjuar të tjerët anash rrugës tënde që thot nuk ja del, jam i sigurt që do ja dalësh. Nëse ja del një, mund t'ja dalësh dhe ti. Një nga temat më të nxehta në vendin ton është edhe shpopullimi. Të rinjët e reja që po vrapojnë drejt shteteve fqinja për një të ardhmen më të mirë, por gjithashtu një pjesë e tyre zgjedh edukimin ekstra, profesionet e lira dhe pavarësinë financiare, duke investuar në më shumë dije nga profesionistë të vërtet. Ajo çka Impact Education ofron është pikërisht zgjidhja. Zgjedhja është në varësi të ideve dhe bindjeve individuale. Por këtu faktet flasin për 10 degë të ndryshme, të cilat pas certifikimit që njihet në mbar Europën, mund t'ju japin pikërisht çfarë keni dashur dhe besuar. Ky është fakt për mbi 2000 studentë.